Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër episod të Student Stars. E në fakt, sot kam kënaqësinë të kem të ftuar 3 yje, që janë jo vetëm yje, por janë edhe mikesha shumë të mira të mijat. Ato janë studente pranë Fakultetit të Shkencave Politike Juridike në programin e drejtësisë. Dhe me to sot do të flasim pikërisht për gjë shumë të rëndësishme, siç është klinika e ligjit. Klinika e ligjit është një organizëm që funksionon pranë departamentit të drejtësisë dhe është pjesë e kurikulës akademike të këtij departamenti, por mbi të gjitha unë si studente do ta evidentoja si shumë të rëndësishme për faktin e vetëm, sepse bën kalimin nga teoria në praktikë për të gjithë studentët e këtij programi shumë më të thjeshtë. Edhe në fakt ne po diskutonim edhe pak më përpara me gozat, një falënderim shumë të veçantë edhe mirënjohje ka edhe për pedagogen Marsida Muçi Feshtej, sepse është vërtet një person që e bën më të thjeshtë punën për studentët, më të thjeshtë mënyrën e mësimit dhe mbi të gjitha është mbështetëse shumë e madhe për studentët. Me mua sot në studio Angela Gjergji, Besiana Istrefi dhe Clarisa Voci. Gota shumë kënaqësi t'ju kem të ftuara në Student Stars edhe mirë se më erdhët. Në fakt, unë e përmenda edhe pak më përpara për rëndësinë që ka klinika e ligjit. Angela, besoj se po të epiketoj ty duke qenë se ti ke qenë edhe ftuar më përpara në Student Stars. Si është këndvështrimi dhe qëndrimi jot ndaj klinikës së ligjit? Patjetër, sot kam kënaqësinë të jem sërish pjesë e këtij podcasti, por kësaj radhe me një tematikë shumë të rëndësishme, siç është ajo e klinikës së ligjit. Unë mendoj që 5 vite studim kanë qenë të mjaftueshme për të marrë një formim akademik teorik dhe ka ardhur koha të japim një zë praktikës, gjë të cilën universiteti na mundëson më së miri. Klinika e ligjit është një institucion apo një zyrë që ofron mundësinë të gjithë studentëve të drejtësisë të ushtrojnë praktikën e tyre profesionale në mënyrë intensive të orientuar nga zysh Marsida, siç edhe ju e përmendët. Në klinik bëhet një ndërlidhje shumë e mirë e bazës teorike dhe e vënies në praktikë të gjithë kësaj. Dhe unë kam kënaqësinë dhe nderin e madh të ftoj çdo student të bashkohet dhe të japi zë të gjithë formimit të tyre të marrë gjatë 5 viteve. Gjithashtu mendoj se dhe kolegët e mia ndajnë të njëjtin mendim, duke qenë se edhe ne jemi në përfundim të studimeve. Edhe për ne është shumë rëndësishme dhe ka qenë shumë frutëdhënëse angazhimi në klinikën e ligjit. Mendoj që duhet evidentoj faktin se është shumë e rëndësishme ne jemi në vitin e 5 që të gjitha dhe diplomohemi në shtator. Më lejoni t'ju uroj suksese. Faleminderit. Dhe mendoj që të qenë pjesë e klinikës së ligjit, ballafaqimi me raste konkrete, zgjidhja e problematikave duke ju dhënë atyre një zgjidhje në përputhje me ligjin, ose dhe thjesht prekshmëria që ti ke me rastet fizike e bën më efektive teorinë. Pra ti arrin të kuptosh që realisht ajo çfarë ti ke mësuar në këto 5 vite mëshirohet kaq mirë dhe kaq bukur në rastet që janë praktike. Dhe mendoj që klinika e ligjit pikërisht të bën, është një trampolin shumë e mirë nga teoria drejt praktikës dhe nga praktika drejt tregut të punës. Pra ti pajisesh me një lloj aftësie e cila është shumë efektive në mënyrën se si ti do operosh në tregun e punës shumë shpejt për ne se ne jemi viti 5. E megjithatë, besoj goca ju ndani të njëjtin mendim me Angela, si ka qenë eksperjenca juaj pra klinikës së ligjit? Përshëndetje Kamila, si fillim të falenderoj për ftesën dhe është një kënaqësi që ndodhem sot këtu dhe pa shtuar asgjë nga ato që tha edhe Angela, do të thoja se është një eksperiencë që të ndihmon pasi ti përballesh direkt me qytetarët të cilët kërkojnë ndihmë për çështjet familjare, sociale, të natyrave të ndryshme dhe të kuptosh se një opinion ose një orientim juridik dhe ligjor të ndihmon një qytetar në një zgjedhje efektive, mund të themi, për një problematikë që mund të ketë, të bën të ndjesh akoma më tepër përgjegjësinë për profesionin. Po është e vërtet kjo që thua në fakt, sepse edhe unë kam evidentuar që pikërisht përballja me raste reale të bën ty të kuptosh se sa e rëndësishëm dhe sa përgjegjësi mbar të profesioni i juristit. Clarisa, është një njëjta eksperiencë për ty, si mendon që ndikon në klinika e ligjit dhe përfshirja në këtë trampolinën ose në këtë marrëdhënie simbiotike që ka teoria me praktikën në zhvillimin e studimeve universitare? Si fillim kënaqësi që po e bëj një diskutim për një tematikë kaq të rëndësishme mes kolegeve. Do të thoja se përfshirja në klinikën e ligjit ka qenë hapi i parë i joni që na bën ne të ndihemi të përfshirë në profesionin ton si jurist.
Ti je jurist, nuk do të thotë vetëm të kuptosh ligjin që është i shkruar në letra, por edhe ta bësh zbatimin atij ligjin nëpërmjet rasteve reale. Ne përballemi te klinika e ligjit me problemet e qytetarëve të në përditshmëri. Kuptojmë se ata në fakt nuk janë të informuar dhe kanë nevojë për një drejtim. Dhe pikërisht këtu ne kuptojmë se sa bagazh kemi arritur të fitojmë, domethënë gjatë kësaj periudhe 5 vjeçare të studimeve dhe arrim të japim një zgjidhje qytetarëve me aq pak ndihmë sa mundemi ne, duke i dhënë një orientim të drejtë për problematikën cilën ato kanë hasur dhe duke i dhënë suportin që kanë nevojë. E në fakt Larisa, për ta ndaluar aty pikërisht edhe këtë që po thoje, unë mendoj që është shumë e rëndësishme praktika pranë klinikës së ligjit, sepse në një farë mënyrë skalitë edhe profilin tonë profesional. Ti aty kupton realisht se çfarë ti do bësh. Shikoni disa boshllëqe në edukimin juridik dhe si mendoni që këto boshllëqet në edukimin juridik i plotëson klinika e ligjit? Sepse ne diskutojmë vazhdimisht, jo vetëm studentët e programit të drejtësisë, po studentët në tërësi diskutojmë midis njëri tjetrit për mungesën e praktikës. Pra, ne shikojmë të domosdoshme që të ketë realisht një hapësirë më të gjerë, qoftë kohore, po ndoshta një dimension më të gjerë zgjidhesh për sa i përket zhvillimit të praktikave. Megjithse mund të themi që tek Fakulteti i Shkencave Politike e Juridike, duke qenë se edhe ne tashmë jemi në momentet e kryerjes së praktikës, janë mjaftuar marrëveshje, qoftë me institucione, qoftë me partnerë që ju ofrojnë studentëve mundësinë për të kryer praktika. Por unë mendoj ndoshta nuk e di nëse evidentoni të njëjtën problematike dhe ju që kohështrirja është pak më shkurtër nga çdo doja unë të ishte të paktën. Dhe mendoj përfshirja në klinikën e ligjit, dhe duke qenë se klinika e ligjit është edhe pjesë e kurrikulës akademike, është një lehtësi shumë e madhe dhe mendoj mbush to vakumet që krijohen në edukimin juridik. Ndani të njëjtin mendim me mua, po diferencohemi se juristët gjithmonë kanë përplasje mendimi me ndonjë argument. Me lejoni t'ju them që sfida më e madhe çdo studenti menjëherë kur ndodhen para përfundimit të studimeve është pozicioni i punës dhe angazhimi në praktika profesionale. Këtë gjë e mundson klinika e ligjit lirisht për çdo student. Dhe për këtë arsye, ne si student gjejmë një fushë në të cilën mund të ndihemi më comfortable, më rehat për të ushtruar profesionin tonë. Klinika e ligjit mund të themi se e plotson më së miri këtë boshllëk, krijon një urlidhje mes atij formimi teorik të ndërmarrë ndër vite dhe vënies në praktikë. Gjithashtu, ky boshllëk plotësohet më së miri nga klinika e ligjit, nga angazhimi në klinikën e ligjit, duke të krijuar një profesionalizëm, një përballje më të lehtë me qytetarët dhe ti ndihesh më i sigurt në informacionin që jep, sepse jep një informacion të zbatuar në praktikë. Pra flasim për zyra konkrete, për dokumentacione konkrete dhe për raste konkrete. Gjë që më përpara e bënim thjesht si një komunikim juridik me njëri tjetrin. Pra përballja me njerëzit, me qytetarët në klinikën e ligjit na ka bërë që të kuptojmë që praktika është ura lidhëse mes teorisë dhe të ardhmes së profesionalizmit, gjë të cilën e mundson më së miri klinika e ligjit. Dhe çdo student pranë klinikës së ligjit mendoj se e ndjen këtë rehatin dhe këtë komoditetin që ofrohet në përballje me qytetarët. Angela, ju e thatë edhe po Bestiana, po. Gjithashtu do të thoja që klinika e ligjit shërben edhe si një trampolin ku ti mund të fitosh vetbesimin për se mund t'ja dalësh që të përfaqësosh një çështje ose të analizosh në një mënyrë një situatat komplekse në një mënyrë sa më të plotë juridike dhe është një zgjedhje shumë e mirë që studentët dhe fatmirësisht departamenti jon ofron klinikën e ligjit si një mundësi praktike për ta dhe do t'i ftoja çdo student që bëheshin pjesë e klinikës ligjit të jenë proaktiv, pra të angazhohen. Edhe në fakt ne e kemi përmendur vazhdimisht që ndërveprimi me njerëzit është shumë i rëndësishëm. Si mendoni qasja jonë si jurist artshëm dhe pikërisht përballja ose ballafaqimi me këto raste ndikon ndoshta dhe në skalitjen e një profili që ka të bëjë më shumë me të qenit mund të themi një psikolog efektiv megjithëse i palicencuar.
Sepse ne kemi thënë vazhdimisht patjetër duhet ruajtur profesionalizmi, duhet ruajtur kufijtë etik, ama të kesh të bësh me njerëz të shtresave të ndryshme, me intelekte të ndryshme, duhet të kesh edhe me problematika të ndryshme sociale, ekonomike e të tjerë, duhet të kesh edhe një qasje shumë të fortë empatie, mendoj unë. E shikoni që pikërisht ballfaqimi me këtë rast ka ndikuar edhe kështu tek ju? Është një eksperiencë që të ndikon në fushpamjen emocionale dhe përfshirjen në rastet konkrete të cilat paraqiten në klinikën e ligjit, por gjithmonë duhet të sigurohet balanca midis etikës, empatisë, aftësisë për të dëgjuar, komunikuar dhe për të zgjidhur rastet konkrete. Unë besoj që disa nga avantazhet e të qenit pjesë së klinikës së ligjit, thash është fakti që ti realisht e kupton çfarë duhet të bësh dhe kur duhet ta bësh, sepse teoria me praktikën, mendoj unë, është një det i tërë larg midis tyre, sepse ti kupton që nga ajo ngurtësia që ligji në vetvete ka, sepse është shumë formale dhe ka ato formalitetet e veta, ti e kupton që kur vjet në praktikë shkrihet kjo ngurtësia, sepse ti duhet të jesh empatik, duhet të jesh njerëzor dhe human. Dhe unë mendoj që, ose të paktën kjo është motoja ime, që një njeri i drejtë është një njeri human, një njeri që do të drejtë, shtetin e të drejtës dhe që do realisht normat ligjore, duhet të jetë patjetër human që të kuptoj ligjin mbi të gjitha. Do të sugjeroni të nemin drejtësi. Edhe unë nuk mund të thek klinikën e ligjit pa përmendur pikërisht programin e drejtësisë. Si ka qenë eksperjenca juaj e përzgjedhjes së drejtësisë? Ka qenë rastësore, ka qenë zgjedhje rastësore, apo realisht ka qenë një zgjedhje shumë e mirëmenduar duke parë edhe tregun e punës, megjithëse mund të them që ne gjithmonë paragjykohemi me juristët e ardhshëm. Si ka qenë për ju, Goca? Ka qenë një zgjedhje rastësore apo ka qenë një zgjedhje e mirëmenduar? Për mua personalisht nuk ka qenë rastësore, ka qenë ndoshta jo e mirëmenduar, por e menduar, ndoshta për faktin se kam parë gjithmonë atë për çfarë të cilën ka nevojë për përmirësim sistemi dhe kam menduar që sistemi i drejtësisë ka nevojë për përmirësim ndjeshëm dhe këtë gjë mund ta bëjnë më së miri vetëm të rinj. Dhe duke parë që degët e studimit në drejtësi, sidomos programi i Universitetit Aleksandër Mojsiu, ofronte një bagazh shumë të gjerë akademik, me një literaturë shumë të pasur akademike, nuk hezitova dhe e aplikova me një herë. Dhe për këtë arsye, sot ndjehem shumë e formuar dhe gjithashtu nëpërmjet angazhimit në klinikën e ligjit, mendoj se secili nga ne krijon atë reputacionin e vet profesional dhe ndihet shumë i gatshëm që në përfundim të 5 vjeçarit të jetë i aftë të përballet, ndoshta jo me një herë, po me një vetbesim dhe me një profesionalizëm të formuar me qytetarët apo me atë çfarë ofron tregu i punës. Sigurisht që është shumë e vështirë që si të jesh jurist në Shqipëri, tregu i punës të shfaq një konkurrencë shumë të lartë, por unë mendoj se me vetbesimin e secilit student dhe me përkushtimin apo ndjekjen e programeve specifike të duhura, çdo kush mund ta bëjë më së miri. Shiko, Angela, në fakt ti the një gjë që më pëlqeu shumë. Konkurenca. Ne kemi vërtet një treg që është shumë konkurrues për ne, ama unë mendoj që kjo është edhe një iniciativë ose është një nxitje shumë e mirë për ne që realisht të përpiqemi më shumë dhe të japim maksimumin nga vetja për të pasur një profil akoma dhe më të fortë duke qenë aktiv dhe duke qenë pjesëmarrës në konferenca, në programe, në module. Dhe pikërisht mendoj që Universiteti Aleksandër Mojsiu është një ndër universitetet që jo ofron këto. Ju jeni pjesë edhe e një kompeticioni që unë ju uroj shumë suksese dhe shpresoj që ta fitoni, se realisht e meritoni. Goca, për ju përzgjedhja ishte e njëjtë me Angela apo ishte përzgjedhje rastësore? Për mua drejtësia ka qenë zgjedhja e parë, madje mund të them edhe e vetme, pavarësisht se gjatë ciklit të studimeve mund të kem qenë pak skeptike dhe herë kam menduar se nuk kam qenë e gatshme për të përballur me profesionin, por në fund kam arritur kuptoj se jam e formuar dhe tashmë jam gati të përballem me çdo lloj sfide dhe të arrij të bëj edhe një zgjidhje të problemeve të qytetarëve në mënyrë shumë profesionale për t'i bërë edhe atyre jetën më të thjeshtë, siç do dohet ishte edhe jona para studimeve. Edhe në fakt siguria është një indikator që tregon që realisht ke përzgjedhjen e duhur. Absolutisht. Besiana, besoj se edhe për ty është e njëjta eksperiencë, se ne kemi diskutuar. Cili është një mesazh, Besiana, që do t'ja u drejtoje maturantëve? Atëherë, maturantëve do t'i thoja se drejtësia nuk është vetëm një deg e cila të jep një diplom ose një profesion, por edhe të ndihmon që të ndërtohesh si një individ
dhe të ndihmon gjithashtu të ndërtosh një karrierë të rëndësishme në fusha të ndryshme dhe të gjëra, siç është avokatia, gjyqësoria, administrata publike ose dhe organizata ndërkombëtare. Dhe do t'i thoja se është një profesion mundësisht duhet të themi, pra është një profesion prestigjos me një përgjegjësi shumë të madhe, por që duhet shtuar është mbi të gjitha mendoj profesioni i atyre që e kanë dëshirë fjalën, e kanë dëshirë argumentin dhe mbi të gjitha e kanë dëshirë të qenit guximtar në ndërmarrjen ose advokimin mund të themi të politikave progresive, sepse të qenit një jurist duhet të kesh guxim, përgjegjësi dhe mbi të gjitha dëshirën për të ndryshuar. Dëshirën për të ndryshuar sistemin, për të ndryshuar politika, për të përmirësuar. Tjetër shumë mirë, përmirësimi është fjala më e mirë që do përshkruante një jurist, një avokat apo një person që i përket sistemit të drejtësisë. Angela, çfarë do të thosh? Në përfundim të shtoj mendimet të kolegëve për çdo maturant, por edhe për çdo të rinj që ta shikojnë drejtësinë jo vetëm si një ligj, por si një ndërgjegje që mban në këmbë shoqërinë. Dhe parë në këtë këndvështrim, unë ftoj çdo të ri, studente, maturant, të mos jetë i dyshimt në zgjedhjet që bën në lidhje me zgjedhjen e këtij programi studimi, sepse ky nuk është një program studimi që si të thuash, nuk të përball me konkurrencën apo nuk të përball me tregun e punës. Nëse ti ke një vetbesim dhe nëse ke një aftësi shumë të fortë në arsyetim, në argumentim, në argumentim bindës, ti mund ta bësh më së miri. Pra kjo është elementi bazë i një studenti të drejtësisë për të qenë i formuar dhe i gatshëm të përballet me tregun e punës. Domethënë, të jesh konkurrent në tregun e punës, në fushën e drejtësisë është si të thuash një shkollë më vete. Po e drejtë është. Dhe unë besoj që çdo student, çdo i ri mund ta bëjë më së miri. Dhe di çfarë është një gjë tjetër shumë e rëndësishme mendoj unë, fakti që ti një njerëz të mirë. E them të, sepse ju kam ju këtu, edhe ne ndajmë së bashku 5 vite dhe të ndash me dikë 5 vite, ndoshta edhe një, që sa është vërtet kaq impaktues, është të krijosh një familje. Ti krijon një familje me njerëz të ri, krijon një familje akademike. Ti një njerëz, një ndoshta shoqen tënde të ngushtë të ardhshme, një njerëz që të mbështesin, të fuqizojnë në ëndrat e tua. Universiteti është një ndër rrugtimet më të rëndësishme të jetës, do të thoya unë, dhe unë ka qenë kënaqësi ta ndaj këtë rrugtim me të gjitha ju, edhe me të gjitha ata që po më ndjekin në këto momente. Është kënaqësi të njohësh njerëz, të njohësh bindje të ndryshme, mendime të ndryshme, karaktere të ndryshme. Unë do doja në fakt dhe besoj që bjem të gjitha dakord të falenderoja të gjithë stafin administrativ, po edhe pedagogjik të fakultetit të shkencave politike juridike, por dhe jo vetëm. Pedagogët aty realisht kanë arritur të shkatrojnë të stereotipin që ishte për mua të paktën ditën e parë që olla hapat drejt këtij fakulteti, se pedagogët ndoshta janë pak antipodi jonë dhe ne jemi ky protagonisti që është gjithmonë në kërkim të aventurave dhe realizimit të ëndrave. Një falënderim të veçantë për ta, sepse realisht është shumë e vështirë të punosh me brezin ton, me të gjitha brezat e rinj, me një brez i cili është vazhdimisht në konkurrencë me veten, me ëndrat, me botën, dhe mbi të gjitha është shumë e vështirë ti mbështesësh ata dhe ti bësh ëndrat e tyre realitet. Goca ne jemi në përfundim të 5 viteve së bashku. Ka qenë kënaqësi shumë e madhe për mua t'ju njihja, t'ju kisha kolege, t'ju kisha armike në mendim dhe në argumentim, edhe uroj më të mira dhe vetëm suksese për ju sepse i meritoni. Edhe shumë suksese edhe në konkurs, ju presim fitore. Ishte kënaqësi. Suksese gjithë të tjerëve. Nga unë Kamila Sedolli do e mbyll përsëri me të njëjtën shprehje, tregojuni guzimtar. Tregojuni guzimtar dhe shkruajuni ëndrave tuaja deri në fund. Nëse jeni frikacak, askush nuk ka për të dashur. Nëse jeni guximtar, të gjithë kanë për t'ju mbështetur dhe ju mbështesin vetëm në një vend, në UAMD, aty ku studenti është në qendër. Nga unë Kamila Sedolli, jemi në episodin e radhës.